Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabat. Allahun e falenderoj, prej tij falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Si mëkati I radhës me lejen e Allahut për të cilën do të flasmi, është mëkati I mosdhënies së zeqatit. Ne gjithë e dimi si musliman se Allahu e bëri zeqatin shtyllë prej shtyllave të Islamit. Dhe thot pejgamberi Allahut me një hadith se buni al-Islamu ala khamsin, se Islami bazohet mbi 5 shtylla. E njërën prej shtyllave të cilat e ka cek pejgamberi Allahut është dhënia e zeqatit. Ne gjithë e dimi se dhënia e zeqatit ka kushte. Dhënia e zeqatit ka kritere. Edhe muslimani nëse I plotson ato kushte, patjetër e ka që të merr edhe ta jep zeqatin. Padyshim se zeqatin të cilin ai e jep është në dobi të muslimanëve, në dobi të vëllezërve të vet, për arsye se atyre u bën dobi, ata I bën që mos vuajnë nga uria, edhe të gjithë e ngjejnë se janë sikur se një trup të bashkuar dhe se janë sikur se një ummet. Dhe se muslimani duhet që ta dinë fillimisht se pasurinë të cilën ai posedon është dhunti nga ana e Allahut azza wa jall, dhe se Allahu pasi që të detyrojë që ty ta japish një pjesë të vogël prej pasurisë tënde, Allahu e di urtësinë e saj, edhe Allahu kur detyron për diçka është vetëm se mirë, edhe për ty, mirë po edhe për ummetin në tërësi. Çka është gjendja e njeriu I cili nuk e jep zeqatin, pasi që është shtyllë madhështore e Islamit, edhe padyshim se ai njeriu I cili nuk e jep zeqatin, do të thotë se ai njeriu I bën mëkat Allahut azza wa jall. Fillimisht ai njeriu I cili e mohon detyrshmërinë e zeqatit, ai njeriu bën kufër apo del prej fesë Allahut azza wa jall. Kurse ai njeriu I cili për shkak kooperacisë së tij nuk e nxjerr dinarin e tij, edhe nuk e nxjerr dirhemin e tij, edhe nuk e jep zeqatin vëllezërve të tij musliman, padyshim se është mëkatar prej mëkatarëve të mëdhenj. Dhe kanë ardhur shumë ajete edhe shumë hadithe ku Allahu na paralemroi, edhe po ashtu pejgamberi Allahu na paralemroi për atë njeri I cili nuk e jep zeqatin se dënimi I tij do të jetë I rënd, edhe në dunjë, mirë po edhe në ahiret, nëse nuk pendohet, edhe nëse nuk e jep zeqatin e pasurisë së tij. Thot Allahu subhanahu wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadli. Thot Allahu subhanahu mos mendojnë ata, të cilëve Allahu ju dha pasuri, dhe pasurinë e tyre ata janë kopracë dhe nuk e japin për hir të Allahut azza wa jall, se huwa khairan lahum, sa është mirë për ta, bel huwa sharrun lahum, madje është ajo shumë sherr për ta. Edhe thot Allahu azza wa jall se ju tawbikuna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah, dhe se pasuria e tyre ditën e Kiametit do të merr edhe do t'u ambështjell atyre qafat e tyre. Pra do të jetë argument kundër tyre ditën e Kiametit. Thot Allahu azza wa jall walladhina yaknizuna ad-dhahaba wal-fidda wala yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim. Ata të cilët e ruajnë arrin edhe argjentin e tyre, edhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut azza wa jall, thot Allahu thot përgëzoj ata me një ndëshkim shumë të rëndë. Edhe thot Allahu azza wa jall jo me yuhma aleha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Thot Allahu azza wa jall sa dita ajo pasuri e tyre do shndërrohet në pllaka pe zjarmit të xhenemit, atë do të fërgohet me zjarmin e xhenemit, edhe me atë do të lyhen ballat e tyre, do të lyhen anët e tyre, edhe do të lyhen shpindat e tyre, edhe thot Allah merr në këtë ndëshkim të rënd, edhe kjo është ajo pasuri të cilën ju e tu bonit edhe nuk e shpenzonit për hir të Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith se çdo njeri I cili ka ari edhe argjend, edhe nuk e jep pasurinë e tij për hir të Allahut, nuk e jep zeqatin e tij, atëherë Allahu ditën e Kiametit do të merr atë pasurinë e vet, do ta shndërron në pllaka prej zjarmit të xhenemit. Pastaj ato pllaka do të mirën, do të vendohen edhe do të fërgohen mbi prushtë të zjarmit të xhenemit.
edhe me te do të miren, do të lyhen ballat e tyre, do të lyhen anët e tyre, edhe do të lyhet shpinda e tyre. Edhe kjo me një ditë apo me një periudhë ku do qëndron robi 50.000 vite, ashtu do të jetë ndëshkimi i tij derisa Allahu të cakton se ku do të bëhet, a prej banorëve të xhenetit apo prej banorëve të xhehenemit. Kurse thot Ibn Abasi, thot se ai njeri i cili nuk shkon hax, edhe pasuri ka, mirë po është koprac, edhe për shkak kopracisë atij nuk shkon hax, i plotson gjitha kriteret për me shku në hax, edhe nuk e jep zekatin e pasurisë së tij, ai njeri në momentin e vdekjes do të kërkon që të kthehet në dunjë. I tha një Ibn Abbas, frikoj Allahut, për arsye se vetëm se jo besimtari do të kërkon që të kthehet në dunjë, pasi që të vijë meleku i vdekjes atë ja merr shpirtin. Ibn Abbas çka ju thot? Thot, a nuk e keni dëgjuar fjalën e Allahut ku thot: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq." Thot Allah Azza wa Jall, thot, edhe shpenzoni para se që vijë një ditë ku ndonjëri prej jush do thot: "O Zot, kthem në dunjë, vetëm se edhe një moment, vetëm se edhe një çast që të marr edhe të shpenzoj nga pasuria ime." Thot Ibn Abbas është për atë njeri i cili nuk e ka dhënë zekatin e tij, edhe shpreson që Allahu t'ia mëson që të kthehet vetëm se një moment, një çast që të merr nga pasuria e tij, edhe ta jep zekatin wa kum min as-salihin, edhe që të bëhen prej njerëzve të devotshëm, domethënë që të kthehem edhe ta jap zekat apo të shkoj në hax edhe ta kryej haxhin për hit Allahut Azza wa Jall. Kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai njeri të cilit Allahu i ka dhënë pasuri, edhe nuk e jep zekatin e tij, ditën e kiametit pasuria e tij do të shndërrohet në një xharpër helmues i madh, trishtues, i cili do të shkon edhe do të ja mbështjell qafën e tij. Edhe xharpëri i thot pejgamberi Allahut se i ka dy pika, dy njolla të zeza mbi syt e tij, edhe do t'ja kafshon faqet e tij, edhe do t'i thot: "Ene maluk, ene kenzuk, unë jam pasuria jote, unë jam thesari yt të cilën ti e tubove, mirë po nuk e dhove në dunjë derisa ishe." Edhe atëre pejgamberi Allahut i lexoi ajetat, edhe tha: "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli." Mos mendojnë ata të cilëve Allahu ka dhënë pasuri, se kooperacia e tyre është e mirë, po ajo shumë e keqe për ta, edhe ata do të ndëshkohen ditën e kiametit për pasurinë të cilën ata nuk e kanë dhënë. Kurse e cek Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu kur fol për ajetin yawma yuhma aleha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum, ku thot Allah Azza wa Jall se atë ditë do të miren edhe do të lyhen ballat e tyre, anët e tyre dhe shpinda e tyre me atë pasuri e cila do të miret, do të fërgohet mbi zjarmin e xhehenemit. Thot atëherë i Abdullah ibn Mesudi se nuk do të miret dinar mbi dinar që të miret vendohet mbi te, ose dirhem mbi dirhem, po do të miret lëkura e tij, edhe do të hapet lëkura e tij, edhe atëherë do të miret, do të vendohet një dinar, pastaj dirhem, kështu që derisa të mbushe shpinda e tij, edhe ashtu do të ndëshkohet derisa don Allah Azza wa Jall. Edhe thot Abdullah ibn Mesudi se urtësia, sepse do të miren, do të lyhen shpinda e tij, anët e tij edhe balli i tij, është për arsye se kur i del një fukara, një pasanikut, edhe ja shtrin dorën e tij edhe kërkon prej tij që t'i jep pasurinë e tij apo t'i jep hakun të cilin ai e meriton, pra zekatin, atëherë çka bën pasaniku? Pasaniku e mbrol fytyrën e tij, edhe i mbrol vetullat e tij, edhe ballin e tij, pastaj ja kthen anën atij, edhe kur don që të merr edhe të largohet prej tij, e ja kthen edhe shpindën atij, për arsye se është kopras, edhe nuk dëshiron që të merr edhe ti ndihmon vallahu të vetë musliman. Për këtë arsye, këto pjesë të organeve të trupit do të ndëshkohen ditën e kiametit edhe me një ndëshkim shumë të rëndë. Kurse e cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot 5 gjëra do të miren për shkak 5 gjërave. I than cilat ja Rasulullah? Tha pejgamberi Allahut se një popull musliman i cili e thën urdhin edhe marrveshjen e tyre mes tyre dhe mes Allahut, Allahu do të merr
do t'i dërgon atyre armik të huaj, i cili do të merr edhe do t'i shëndon. Një popull musliman, i cili nuk gjikon me ligjet e Allahut, vetëm se tek ata do të mirë do të përhapet fukarallahu. Kurse një popull musliman, kur mesin e tyre përhapat immoraliteti, Allahu do ta përhap vdekjen. Një popull i cili vjedhin në peshë dhe në mizan, Allahu thot do të merr, edhe do t'u dërgon atyre thatësira, edhe plus asaj nuk do t'ju çon bereqet në bimat e tyre. Edhe thot pejgamberi Allahut se ai popull i cili nuk e jep zakatin e tyre, nuk janë kopras në pasuritë e tyre, Allahu do ta ndal atyre shivin. Pra si shihet se kjo është mëkat prej mëkateve të mëdha dhe pasohet e mosdhënies së zakatit janë shumë të rënda. Për këtë arsye ti si musliman, i cili je i vetëdijshëm se pasurinë të cilën ty ta ka dhënë Allahu, është pasuri e Allahut, nuk është e joqa. Duhesh me ditë se ti ja ke hakun vllautan musliman dhe se duhesh ta nxjerrësh një sasi shumë të vogël nga pasuria jote me qëllim që të ndihmosh vllautan musliman, edhe ai mos të vuan, mos ta ngjën urin ashtu siç ti nuk e ngjën urin, edhe mos e nënshmon vllaun tan duke e marr edhe e shtri dorën e tij. Po mundsoj që të krenar me fenë e tij, edhe të krenar me personalitetin e tij. Kjo ishte për sa i përket shkurtimisht mëkatit të dhënjes së mos zakatit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.